Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Kjo ishte darka që unë për amrem. Ore, unë dua ta marrë vesh shumë veta më bëjmë me pëlqejnë, më komentojnë, por jo të gjithë më ndjekin. Shtypni gishtin atje ju lutem edhe më ndiqni. Atëre këtu kam skuqur domatet me i thelpi urdhër dhe kam bërë spageti me domate urdhër edhe acciughe. Edhe në fund fare kam skuqur dhe acciughet, kam skuqur pan grattato, buke griri thonë. Këtu kam marrë vajnë, domate që kam skuqur dhe acciughet që ajo buka e griri të marrë shijen e acciugheve. E bëj gjithmonë kështuja, edh pak vaj më tepër, tani do skuq bukën e grirë. Janë spageti me gjithmonë që dalin super, dalin shumë të shijshme. Ja këtu kam shtuar një gotë ujë të makaronave që kishin zier, ishin gati. Këtu po shtoj makaronat bashkë te domatet dhe te acciughja që kam përgatitur. I përzim, kam ndezur pak gazin që të bëhet kremoza. Edhe këtu i kam shtuar bukën e grirë, si që shikoni që unë e kam skuqur në digan. Edhe ja ku janë makaronat gati. Qata ashtë dalin, marrin atë shijen o zoti madh. Këtu i ndajmë në përpjata, i kam shtuar dhe majdanos, se kjo pjata duhet të ketë majdanos të freskët. Edhe lartë pastaj i kam shtuar bukën e grirë dhe nëse keni dëshirë mund t'i shtoni dhe djathë, sipas dëshirës, por në të vërtetë kjo pjatë ahet kështu janë, nuk ka nevojë për djathin e grirë. Edhe ja rezultati final. Këtu jam mora 2 fije për ta provuar edhe dalin fantastike. Ju uroj një ditë bukur dhe më ndiqni, mos harroni. Më bëni follow.